arti dhe kultura kanë nevojë urgjente për një transparencë të plotë për të gjitha fondet. Dhe i garantoj se borde që do vendosin transparencë të plotë do të funksionojnë me njëherë pas 11 majit. Meritokracia dhe nxjerrja e këtij sektori jashtë konfliktit interesit, si kundër dhe sektor të tjerë, do të jenë bazë e reformës. Reforma në sistemin e arteve dhe kulturës duhet të angazhojë një reformë të thellë, angazhohet në një reformë të thellë të burimeve të financimit të këtij sektori. Qeveria do rrisë kontributin, do të dyfishoj buxhetin për kulturën dhe artin. Kjo nuk mjafton. Qeveria do të mundsoj me ligjet më të mira sponsorizimit kontribute sektorit privat në sponsorizimin e volontarive private, kulturore, artistike. Qeveria angazhohet për një bashkëpunim kombëtar. Pra, kultura është çështje identitet kombëtar. Qeveria angazhohet të mbështesë artistët dhe njerëzit e kulturës, të letrave, të librit, shqiptar kudo që ndodhen. Një transformim rrethësor i legjislacionit në fushën e artit, kulturës dhe librit. Ju nuk mund të imagjinoni taksat që janë vendosura mbi libri, të cilat e largojnë me kilometra librin nga lexuesi për shkak të çmimeve të larta që imponojnë. Rikthimi i detyrueshëm për të gjitha bibliotekat publike për të patur librat që publikohen të autorëve shqiptar, po dhe autorëve të huaj. Një përpjekje e madhe do të bëhet për promovimin e librit, i cili po syrgjynose. Nuk ka asnjë mbështetje përkundrazi. Ka vetëm barriera të mëdha fiskale e të tjera. Arti skenik dhe kinemaja. Ne angazhohemi të ndërtojmë theatrin kombëtar siç ishte aty ku ishte. Ne paralajmërojmë sipërmarrësin që në kundërshtim me kushtetutën, me vendimin e gjykatës kushtetuese, zbaton një deal të bërë me kryemafioz. Ajo tokë është tokë e theatrit kombëtar. Dhe sado kate që të ngreshti aty, ato do bëhen të paqena, sepse aty do ndërtohet theatri siç ishte. Centimetër për centimetër. Ndaj dhe kënda para me Edi Ramën apo Erion Velin, ato është puna jote, po trullin e theatrit nuk do ta gëzosh kurrë. Je i nderuar në kundërshtim me kushtetutën e vendit dhe vendimin e gjykatës kushtetuese.
Qeveria angazhohet të mbështesë diversitetin kulturor të minorancave. Atë një pasuri kombëtare. Po, do të sponsorizoj Alfilmin, filmin shqiptar dhe bashkëpunimin e tij ndërkombëtar. Ne konsiderojmë dimensionin e kulturës si dimension ndër më kryesorët për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kultura është idea europiane e kombit tonë. Ndaj dhe ne, me këtë dimension, do përqasemi drejt Europës me dignitet. Institucionet tjera kulturore, Instituti Monumenteve të Kulturës, do të mbështetet fuqimisht. Kornizat ligjore do ndryshojnë. Pra, në një harë kohor të shkurtër, ne do bëjmë gjithçka për transformimin ligjor, institucional, financiar të situatës dramatike në cilën sot është kultura shqiptare. Statusi i artistit. A e dini që sot mund të ketë artist që s'ka të sigurt pensionin, se se kanë paguar sigurime shoqërore, e tjerë. Merr fund, do ketë një status për artistin në Shqipëri, edhe për shkrimtarin. Dhe do bëhet gjithçka që roli i tyre në shoqëri të jetë një rol i merituar. Këto ishin disa nga çështjet kryesore që desha sot të paraqes para shqiptarëve dhe të garantoj botën e artit dhe të kulturës se qeveria ardhshme do të jetë një mbështetëse e fuqishme e tyre. Do i kthej artit kulturës dignitetin, shpresën, perspektiven. Faleminderit. Kalojmë te pyetjet. Zoti Berisha Andon Kello nga BC News. Kam vetëm një pyetje. Ditën e djeshme, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi tarifat reciproke për 10 vende të botës. Edhe për Shqipërinë 10% tarifë reciproke. A jeni dakord ju me këtë vendim të presidentit? Pra, qeveria e Partisë Demokratike do ketë pas 11 majt në agjendën e vetë negociatat e hapura transparente me qeverinë e Shteteve të Bashkuara për çështjen e tarifave. Dhe jam optimist sepse nëse ju keni konstatuar për Shqipërinë janë përdorur e sa pa shumë në një shikim të parë, tarifat më të ulta se të vendeve tjera për shqiptarët edhe për Kosovën e njëjta gjë. Kështu që unë këtë koment kam për tarifat. Një gjë do të them.
që kur ka dalë kjo çështje, unë e kam ndjekur, por çfarë kam konstatuar? Në disa shkrime serioze, kam konstatuar se tarifat që vendet kishin ndaj Shteteve të Bashkuara ishin shumë më të larta se sa kishin vendosur tarifa shumë më të larta ndaj prodhimeve amerikane se sa Shtetet e Bashkuara ndaj prodhimeve të tyre. Kjo ishte një studim krejtësisht i paanshëm, madje mund të thosha studim nga linja që nuk janë shumë në këtë linjë, në këtë orientim, por tregonin që të gjitha vendet, në qoftë se një vetur jo prodhim amerikan tarifohet azam me 3% në Shtetet Bashkuara, vetura amerikane tarifohet me 10%, me 3 fishën e saj. Okej, vijon Sali Berisha komunikimin me kolegët gazetarë, do shkojmë me shumë pak publicitet, do rikthehemi për të folur për luftën që vijon tashmë për më shumë se një viti e gjysmë ajo mes Hamasit dhe Izraelit. Publicitet, rikthehemi sërish. Të diel